Vëllezër musliman, kemi hy në 10 ditëshin dhe 10 netëshin e fundit të muajit të shejtë të Ramazanit, për cilën pejgamberi alayhis salam i ka kushtuar aq shumë rëndësi sa që është mbyllur në xhami edhe është marrë vetëm me adhurim të Allahut azza wa jall. Për shkak se Allahu azza wa jall është betuar në këto 10 net, ku thot Allahu wal fajr wal layalin 'ashr, pasha mëngjesin dhe pasha 10 netët, e që Ibn Abbasi dhe shumë komentatorë thonë se këto 10 net për cilat u betua Allahu azza wa jall janë 10 net e fundit të muajit të shejtë të Ramazanit. Këto 10 net janë me vlerë për shkak se në mesin e këtyne 10 netve është nata e Kadrit. Është nata e Kadrit e cila thot Allahu azza wa jall Lejletul Qadri khairu min 1000 shahr. Nata e Kadrit ka vlerë të madhe tek Allahu azza wa jall më shumë se sa 1000 muaj. Më shumë se sa 83 vjet. Ai i cili bën ibadet këtë natë, ai i cili adhuron Allahun azza wa jall këtë natë, e nxjerr këtë natë në ibadet, e ka shpërblimin sikur se me kry ibadet, sikur se me bë adhurim Allahun azza wa jall 83 vjet. Thot Allahu azza wa jall, në këtë natë ka zbrit Kurani. Tetenezzalu l-malaikatu war-ruh. Tetenezzalu l-malaikatu war-ruh. Në këtë natë zbresin me laqet e Allahut azza wa jall tokë. Edhe Gjibrili me ta. Në këtë natë thot pejgamberi alayhis salam, ka aq shumë me laqen tokë, ma shumë se sa ka guraletës në krejtë botën. Ma shumë se sa ka guraletës e dvogël këtë botën. Këtë botën është përfshin me laqet e Allahut azza wa jall. Zbret mëshira e Allahut azza wa jall në tokë. Për shkak se është natë me vlerë. E këtë natë besimtari do të me kalu në adhurim. I shkëmajna dikujna shombre, e din sa gur ka në tokë, sa guraleca të vogël ka në tokë. Qatë shumë melache ka. Për përmenin një hadith për numrin e melache. Sa Allahu thënë në Kur'an, "Wala ya'lamu junuda rabbika illa hu." Nuk e din ushtrinë e Allahut azza wa jall përveç se Allah. Po pejgamberi sallallahu kur është ngrit në Mi'raj me taku Allahun azza wa jall, edhe është ngrit në gjellën e 7, në cilin është Beitul Ma'mur, është shtëpia e Allahut azza wa jall, që banorët e qiellit hinë sikurse në qabja, edhe është në drejtim të qabës. Në qiellin e 7, edhe adhurojnë Allahun azza wa jall, me laqet e Allahut. Thot pejgamberi alayhis salam, më tha Gjibrili, këtu çdo ditë hinë 70.000 me laqe. Hinë çdo ditë 70.000 me laqe, e adhurojnë Allahun azza wa jall, dalin për këtë ujtë edhe nuk kthehen më. Çdo ditë. E paramendo sa është ushtria apo numri i ushtarëve të Allahut azza wa jall që janë me laqe. E për këtë kur thot pejgamberi alayhis salam, numri i milaqeve që zbresin tokë çat ditë, natën e Kadrit, është më i madh se sa numri i guralecave. E në këtë natë, besimtarit duhet me kalu në adhurim, me kalu në ibadet, me kalu duke lexu Kur'an, që kina përmend disa herë se një shkrojnë me lexu të Kur'anit i ki dhe të sevape. Imam Maliku, kur ka ardhur Ramazani, e sidomos 10 net e fundit të Ramazanit, nuk ka marrë me kurrë tjetër, përveç se me lexim të Kur'anit. I ka ndërprej me ligjerata, i ka ndërprej me vizita me krejt. Është marrë vetëm me lexim të Kur'anit. E thot Aisha radhiyallahu anha, kur kanë ardhur 10 net e fundit të Ramazanit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka shtrënguar rrypën. Thot, edhe është ngrit me fal namaz të natës, edhe i ka zgjuar edhe familjen e vet. Tër natën ka bëj ibadet. Për shkak se
Kjo natë vllazni është shumë e vlerë. Shpesh herë kena përmend, nëse shefi i jon thot krye punën qysh duhet, mrena 10 dite. Unë mrena 10 dite një herë vije dhe shoh punën që e ki kry, se s'kam vakt me ardhën e gjithë. Mirë po, qatë ditë që vijën edhe shoh që e ki kry punën qysh duhet, ka me ta pagu 83 vjet, për 83 vjet ka me ta dhënë rrugën. Plus asajna që e bën të vazhdimisht. Po për 83 vjet qatë ditë ka me ta dhënë rrugën. Valla jo 8 sahat, po 24 sahat kishim nejt pa gjumë me nxonë qitë moment. 83 vjet. Për këta 3 orë janë që është namazi i natës apo nata e kadrit. Është 1/3 e natës, që fillon prej orës 1 deri në ora 4, deri në imsak. Qitë periudhë, a shkon në xhami, a nuk shkon në xhami, nuk është më rëndësi kjo. Nuk është më rëndësi me falë namazin natës me imam, apo me shku në xhami, te shtëpia. Lexon Kur'an, sot kish mundësi me lexu Kur'an. E ki për çdo shkruajnë ka 10 sevape, që Ramazan shumë fishohen sevape. Lodhesh të lexu Kur'an, lidhu namaz, fali 2 rekate. E zgat namazin, bën dua në sejdë, lutë Allahun azza wa jall për ato çka ki nevojë ti. Për shkak se pejgamberi alayhis salam thotë, "Ad-du'a huwa al-ibada." Duaja është adhurim, është ibadet. Me lutë Allahun azza wa jall është sikur se me bëj ibadet, sikur se me fal namaz. Lexo Kur'an, lodhesh të lexu Kur'an namaz. E të fal namaz në kam. Ungjesh bë dua, ngrit durta dhe bën dua. Lodhesh të bë dua, bë dhikr, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. E kështu me radhë. E vazhdon. Lodhesh, ungjesh pije një çaj. Pi ujë, qetësohu. Pastaj vazhdon në pet me ibadet, 3 orë janë veç. Veç 3 orë, jo më shumë. Jo pe akşamit deri në imsak. Prej orës 1 deri në ora 4, çto 3 orë janë. Nëse e nxën apo e kalon natën e kadrit në ibadet, e kish problemi sot 83 vjet me bu ibadet. Mi lexu historinë e sahabëve. Kur Ebu Bekri e Omer radhiyallahu anhu kanë falë namaz të taravija, e namaz të natës. Njëherë kanë caktu Ubej ibn Ka'bin edhe Tamim ad-Dari me falë namaz. Kanë lexu Kur'an me qindra ajete. E disa prej sahabëve ka thonë, e kina llogarit ai i cili lexon surën El-Bekare. Surën El-Bekare, që me recitu është 1 orë, ka dale, namaz vazhdon edhe ma shumë. Ai i cili e lexon surën El-Bekare, 5 diçka faqe, në 8 rekate kina llogarit se është tu ja u lecu besimtarëve. Ne i lexojnë në 20 rekate, i lexojnë 10 faqe. 20 rekate 10 faqe. Ata i ka lexuar 8 rekate, 5 diçka faqe, apo 60 faqe, apo me qindra ajete. Kanë lexuar edhe kanë llogarit sa ai i cili e kryen surën El-Bekare në 8 rekate taravija apo namaz natës është tu ja u lecu besimtarëve që mos më mundushëm. E nasrina as 20 rekate për 1 orë. E as dalim 4 rekate 8, hajtë se bëllësh. Vallaj kjo shans nuk ka me në ardhë asë njerë. Pejgamberi alayhis salam thot, me pyet në njeri të vdekur, se çka ki shpresë, çka shpreson me ta mundsu Allahu azza mu kthy edhe një herë tokë. Thot kisha pasur veç 2 rekate me fal namaz. Veç 2 rekate. Hasan al-Basriu kur e ka përsjell një xhenazë. E ka pa një plak afër tina, të shku edhe ai me përsjell xhenazën te varrezat. I thot o bac, o miq, sikur Allahu t'ja mundson këtina mu pi tabutit. Mi a kthy Allahu shpirtin edhe një herë. Qa kish me bo? O vallaj, kish me i rap pishmani për këtë që ato gjynoje që i ka bo.
e kish me bo ma i devotshëm, kish me kon ma i sinqert, s'kish me kon dallavergji, kish me fal namaz ma shumë, kish me bo vepra të mira ma shumë, kish me ra pishmoni për ato çka nuk i ka bo. Hasan el Basri jo që deke me morë ditoni bitina, po deke me këshillu këtë, edhe i tha, ky s'ka mundësi mu qumo, po na kena mundësi mu përmirësu. Allahu këtina s'ja ka dhonë këtë mundësi, po neve na ka dhonë se jena të gjallë. Ata të cilët kanë vdek, nuk kanë mundësi mi falë 2 rekate namaz natës. E shpresojnë sikur të kishin zonë dhe që ato 2 rekate, apo 8 rekate, apo 20 rekate me falë namaz natës. E me lexu Kur'an edhe me boj ibadet. Pejgamberi sallallahu na ka mësuar që këto 10 netëshin e fundit të Ramazanit me bo sa më shumë adhurim, sa më shumë ibadet, mu largu pi gjunahe, mu largu me nejt deri në mëngjes, e deri në sefer të lujt gur, të këshyr filma, të këshyr futball, a të këshyr diçka tjetër, apo të marrë me sene tjera. Flej, si të falsh, Jacin, flej deri në ora 1. Në ora 1 që bëj ibadet, 1:30 që bëj ibadet, deri në imsak, pastaj hanja 15 minuta me herët, thojnë sahabët, vallaj, atë shumë kina falë namaz të taravijave dhe namaz natës, so që kër i na shku të shpia, shpejt e shpejt kina hongër diçka se s'kina pasku. S'kina pasku se u hi msaku, u hi kohë e sabajt për me falë. Ka falë namaz të në kohën, për shkak se është një shansë që ka mundësi nuk vjen në Ramazanin tjetër. Ka mundësi Allah me na marrë shpirtin nuk e nxojnë në Ramazanin tjetër. Për ata pejgamberi alayhis salam, Abdullah ibn Omerit i ka thonë, "Aish fi dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil", jeton në dynjë sikur se me kon i huj, apo sikur se me kon një kalimtar, një udhëtar. Nëse merr një rrugë pikë tujt me shkum perëndim dikon, në Gjermania, në Austria, në Anglia, në Amerika, ku dush, edhe shkon me kerë. I bjen ka Kroacia, ka Serbia, ka Tivish. Nalësh rrugës për çka? Për me punu, për me pushu. Jo për me punu aty. Nalësh Kroaci, pin uj, e nalësh në ikon tjetër, në i deti me këshyr bukurit e Allahut Azza wa Jall, mu knaq, mirë po jo gatë. Pse? Se destinacion e ki tjetër kod me mri në Gjermania, në Austri. Në kitë rrugë, në kitë udhëtim, nalësh veç me pushu. Apo mu knaq, po so knaqësh? Ja s'kam vak vallajnë, ja. Ja se në nxen do të me shku më herët me mri. Apo ata të cilët vinë për perëndimit në Kosovë, në pushime, të familje vetë, nuk nalën hiç. Për shkak se destinacion e kanë këtu. Edhe nëse nalën 5 minuta, 10 minuta, gjysore, hajde 1 orë. Kështu do të me jetu besimtarin këtë botë. Sigur udhëtar. Ky është udhëtimi jonë për në xhenet. E destinacioni i besimtarit do të me konë xheneti. Pikësynimi do të me konë xheneti. Kjo botë edhe pse është e këndshme, e mirë, e zbukurume, është një vend mes destinacionit tënë ku je nis edhe ku ki me shku. Qajo bëku. Nëse bjen edhe flan për me llogarit nase qyshin ato jetu. Bjen flan edhe është një ondër shumë mirë. Kënaqesh në ondër. Që me ta prish dikush gjumë tu sebre së mlebra dhe pak, kesh tu kënaq. Ha? So zgot ondra. Sipas shkencëtarëve, zgot me sekonda. E disa kanë thonë 6 sekonda. Ty duket me vjet që jetu e përjetu ata. Me javë jetu knaq, je filan veni, filan deti, filan pallati, filan lugall mos nei. Edhe knaqesh në ëndër. Që është për ëndrës? Na jena të jetu në këtë botë, jo si ëndër. Mirë po, kur jetu që tash, momentin kur vjen meleku i vdekës me ta marrë shpirtin, çon pikë kësaj ëndër. Po më parasysh, a është kjo ëndër, kjo jetë e kësaj bote, e ëndër e mirë apo ëndër e keqe? Vjen meleku i vdekës ta marrë shpirtin dhe çon, kthjell është komplet. Del komplet pi ëndrës dynjos, del këtë botë.
Edhe kur të pyet Allahu Azza wa Jall ditën e gjykimit sa kinajt, wallahi kena nejt një copë, një gjysmë dite. Ti që tash i ki bo 20 vjeta, 40 vjeta, 60 vjet. Munale dhe me minu që tash komplet këtë që të vite që i kalu do kësi koronë. Po jëmë konë para 20 vjetë, para lufte, u konë mirë, shkëshim deti, shkëshim andër. Jetu me një sen që je kënaq, mirë po do këty komplet si andëraj. Edhe komplet jeta është kështët. E për ata, me shfridzu kohën i ibadet, sepse ai adhurim, ai ibadet, që ai mund që e bën për hir të Allahut Azza wa Jall, kur të qosh pikë kësaj ëndre të kësaj bote, ki me arrit shpërblimin e Allahut Azza wa Jall. Momenti kur të sheh se e ke arrit natën e Kadrit, që ka vlerë 83 vjet në adhurim ibadet, po e kisha ditë me bua edhe më shumë. Te kisha ditë hiç mos me flejt, e me adhuru Allahun Azza wa Jall në ibadet. Elusme Allahun na fal, wa yaqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Kur është nata e Kadrit? Shpesh herë thojnë 27-ta, 100%. S'ja huqin. Me konë që është e 27-ta, pejgamberi alayhis salam nuk i kish kërku që thot Aisha radhiyallahu anha 10 net e fundit. Edhe këtë na ka porosit pejgamberi alayhis salam. Na ka thonë kërkoni natën e Kadrit në 10 net e fundit të muajit të shejtë Ramazanit. Transmetim tjetër, pejgamberi alayhis salam kur nuk i ka ditë gjatë këtë Ramazanit kur është nata e Kadrit, është mbyll në xhami 10 net e para. E ka lyp natën e Kadrit. Pastaj e ka lyp 10 netëshin e mesëm. Edhe ka Gjibrili alayhis salam edhe ka njoftu, ka thonë nata e Kadrit është 10 net e fundit të Ramazanit. Edhe ka vazhdu 30 ditë kanajt në fillim i mbyllur në xhami për me adhuru Allahun Azza wa Jall për me nxon këtë natë. Për ata, Aisha radhiyallahu anha thotë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar që me lyp natën e Kadrit 10 netëshin e fundit. Ka pe sahabëve që janë betu që nata e Kadrit është 27-ën, ka pe sahabëve që ka thonë 21-ën, ka pe sahabëve 23-ën e 25-ën. Ka pe fjalëve të sahabëve që ka thonë se nëse nata e Kadrit bjen tek natën e Xumos, që ka qenë prom, nata e 21-të dhe orkon nata e Xumos, thot ka mundësi me ka nata e Kadrit. Po 100% jo është 10 netëshin e fundit. Për mja u letu besimtarve, ka thonë pejgamberi alayhis salam, lypeni natën e Kadrit në netët tek 21, 23, 25, 27, 29. Kjo është për mja u letu besimtarve. Dikush është në punë, është i lodh, s'mundet më qush dhe natë, 10 netëshin e fundit në të quhet tek 21, 23, 25, 27, 29. Kjo është që në kam su pejgamberi alayhis salam për mja u letu besimtarve. Do më thonë, pi 10 netëve u bëm 5. Tek ja u ka letu pejgamberi alayhis salam ashtu që ja ka letu Allahu Azza wa Jall, që na ka letu Allahu Azza wa Jall kur ja ka obligu pejgamberit alayhis salam 50 kohë namazën ditë, mi fal. E ka lut pejgamberi alayhis salam, o Allah, lehtësoja umetit tem. Derisa ja ka letu 5 kohë të namazit. Edhe këto si në ato i falë. Edhe këto herë një na ik, herë tjetër as na ik, herë një nësë në nëzone, jo koha, jo kështët, edhe qëto 50, mi pas, që mos të kesh lutë pejgamberi alayhis salam, kush i kesh falë 50. Tu e ditë pejgamberi alayhis salam, se sot dopt jem, e ka lutë Allahun Azza wa Jall. Tu e ditë pejgamberi alayhis salam, se çdo na 10 net e fundit neve na duket shumë. Ti ishin kon 30, kishin thonë, ti ishin kon breveç 10, vallaj të natën kisha nejt. Tash masi janë 10, a bën më shkurt, edhe më shkurt pejgamberi sa më ka bërë. Ja ka letu muslimanëve 5 net. Lypni çto 5 net e tek që janë për 10 netëshin e fundit lypni natën e Kadrit. Elusëm Allahun Azza wa Jall na mundsoj me arrit natën e Kadrit në ibadet, në adhurim, e në falën nga Allahu Azza wa Jall prej mëkateve tona, që Allahu na mëshiron, na fal. Na fal neve, na fal prindëve tonë, na fal gjithë besimtarët, ata që janë gjallë, edhe ata që kanë vdekur, Allahu i mëshiroft.
Elusim Allahun azza jall edhe njerëz na pranoj çdo ibadet, çdo adhurim. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum, hadha wastaghfirullahi li wa lakum, hadha wastaghfirullahi li wa lakum.